Mirëmbrëma Ferizaj. Të dashur qytetar, mirë se jeni mbledhur këtu në qytetin e biznesit, në qytetin e dashnis, në qytetin me plot kultur, histori dhe lavdi. Mirë se takohemi në Ferizaj. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur që sonte në sallën që mban emrin e mikut të madh të Kosovës, Bill Clinton, ta presim mysafirin, njeriun më të dashur, më të respektuar, më të votuar në Republikën e Kosovës, aktivistin, kryetarin dhe kryeministrin e vendit ton, Albin Kurtin. Mirë se erdhe kryeministër. Të dashur përfaqësues të partnerët koalicionit të listës Guxo, e nderuar kryetare e Alternativës zonja Mimoza Kusari Lila, gjithashtu partnere koalicionit, i nderuar zotri Zef Morina, kryetari Partisë Shqiptare Demokristane të Kosovës, gjithashtu partneri koalicionit, të dashur kryetar komunash, ministra, të dashur kandidat për deputet nga gjithë Kosova, të dashur kandidat për deputet nga qyteti jonë i bukur i Ferizajt, të respektuara familjet të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të dashur të pranishëm. Sonte kam kënaqësinë e veçantë që para jush të prezentoj kandidatët tanë për deputet nga qyteti ynë Ferizaj. Fillojmë me numrin 6, ministrin ton me fjalë pak e punë shumë, ministrin më të suksesshëm të financave që ka pasur Republika e Kosovës, njeriun e tretë më të votuar në zgjedhjet e fundit, Hekuran Murati. Me numrin 22, mikun tim të mirë, të zgjedhurin tuaj për deputet për 3 mandate radhazi, njeriun me pozitën më të lartë shtetërore në historinë e qytetit ton, kryetarin e Kuvendit të Republikës, Dimal Basha. Me numër 37 pëthujnë Enver Haliti, po unë s'du me folë për vetë vetën. Faleminderit. Por mos harroni me votu. Me numrin 40, kolegën tonë të nderuar, 2 herë deputete e zgjedhur nga qyteti jonë, e dëshmuar për efikasitet dhe profesionalizëm, me master në studime profesionale në Universitetin Amerikan të Kosovës, zonja Adelina Grajinca. Me numrin 54, për herë të parë në listën tonë, një nga afaristët më të suksesshëm të Ferizajt, kur flitet për Doni Fruc, flitet për një histori suksesi, zotri Ejup Ahmeti. Me numrin 56, ish kryetari i qendrës son, kryetari Komisionit për Administratë Publike dhe Media dhe deputetin që ka fituar 4 mandate radhazi, zotri Valon Ramadani.
Me numrin 62, profesorin e nderuar, juristin e shquar dhe zëvendës ministrin e drejtësisë në qeverinë Kurti, Vigan Qorolli. Me numrin 63, profesoreshën e nderuar të gjuhës angleze, deputete e legjislaturës së 8 dhe kandidate për doktorat zonja Shqipe Metaj Isufi. Me numrin 102, kolegun ton, afaristin e njohur dhe deputetin e legjislaturës së 8, të afërt e të dashur për të gjithë Ferizajlit, Zoti Alban Bajrami. Dhe kandidatja e fundit, por as pak për garancia, për herë të parë kandidate me numrin 107, Asamblisja e Lëvizjes për 2 mandate në qytetin tonë, me mbi 11 vjet përvoj pune në fushën e mjekësisë dhe kryetare e grave për vetëvendosjen Ferizaj, zonja Shqipe Jashari Ramadani. Të dashur qytetarë, për mua është privilegj të jem mesin e këtyre kolegëve, sepse kushdo që fiton nga ne, fiton lëvizja. E kur fiton lëvizja, fiton Kosova. Fiton Kosova sepse ne jemi ushtar të kësaj kauze dhe secili prej nesh është i gatshëm të punojë për ta forcuar rrugtimin që i prind generali ynë, kryeministri Albin Kurti. Të dashur Ferizajli, qyteti ynë nuk ka zhgënyer asnjëherë. Ju i keni qëndruar pranë kryeministrit dhe lëvizjes edhe në kohët më të vështira, kur presioni ka qenë i madh dhe rruga jo e lehtë. Sot Ferizaj është qyteti me mbështetjen më të madhe për lëvizjen vetëvendosje në gjithë Kosovën. Po, lëvizja lindi në Prishtinë. Mirë po, pika e dytë e lëvizjes vetëvendosje është themeluar në Ferizaj, në fshatin Zaskok, ku kryetar është zgjedhur aktivisti Zenon Selimi. Ferizaj sot prind në Kosovë për mbështetjen ndaj kryeministrit Kurti dhe kjo mbështetje nuk ka qenë vetëm fjalë, por është kthyer me punë konkrete në investime, në zhvillim dhe në siguri për qytetin tonë. Ferizaj e njeh mirë njeriun e drejtë. Dhe kur Ferizajlia ja jep besimit dikujt, ai besim nuk lëkundet. Prandaj kryeministri vazhdon të jetë njeriu më i votuar dhe lëvizja vetëvendosje forca më e madhe politike në vend. Me 28 dhjetor, ne duhet edhe njëherë që Ferizaj të pri me mbështetje për kryeministrin Kurti, të pri me vendosmëri dhe besim, që së bashku të vazhdojmë rrugtimin drejt një Ferizaj dhe një Kosove me më shumë begati, drejtësi dhe siguri. Jam i bindur se kjo mbështetje jashtëzakonshme do të vazhdoj, sepse Ferizaj ka qytetar shembullor dhe aktivist fantastik që nuk ndalet duke punuar kurrë. Të dashur qytetar, ne provuam mbi një vit me koalicione oferta dhe pas një viti u vërtetua një gjë. Të gjitha partit u bën bashkë kundër kryeministrit Kurti. Emrat e partive i kanë të ndryshme, mirë po qëllimin e kanë të njëjtë. Betejë tyre nuk është zhvillimi, por lufta kundër Albin Kurtit. Ata do të mundohen, por nuk do të arrijnë, sepse fuqinë politike nuk e japin pazaret e errta, as marrëveshjet në prapaskenë. Fuqinë e jep qytetari Ferizajt, fuqinë e jep populli i Kosovës. Prandaj populli është me lëvizjen vetëvendosje, populli është me Albin Kurtin. Dhe tani, për fund, kam nderin dhe kënaqësinë jetësore që para jush taftoj kryeministrin tuaj dhe tonin, zotri Albin Kurti.